Kur e ki morve që ka vdik, e ku shkru një poezi për ta, që përshkrun ditën e qlirimit. Kumtin e zi që e mori 26 vjet më parë, e ka akoma të freskët. Pikrisht në atë datë me 12 qershor, kur u kthye Alban Hoxha në Ferizaj, e kuptoi se babai i tij, heroi Ahmet Hoxha, që e vrarë në masakrin e burgut të Dubravës. Megjithatë, në atë ngjarje të kopshme për të, atë e kaploi një ndjenjë krenarie, kur pa trupat e NATO-s në qytetin e tij. Si fëmijë 14 vjeçar jam dal, me siguri një 4-5 minuta dhe kum shiku. Ka qenë një ndjenjë e papërshkrueshme. Domethënë një kthem epokal prej robrisë në liri. Por kësi emocione gjatë asaj dite nuk pati një invalid dhe veteran një UÇK-s, që mezi u mbijetoi plagëve. Na nuk e kemi ditë me në spital çka po ndodh, ne kemi menu që filloi një ofanzivë, edhe me tëmë si të pashpresë, e kishme veç një granat dore, veç një granat i kena pas, edhe dykon 6 plagosëm që imi kanë të asaj dhome, imi mbledh rreth asaj granate, kemi dash me eksplodu, të menu që mos na gjallë. Edhe ka orë doktor Nehati, na kanë qafë, pa në logarita, imi të plagas ta me gjymtyr, na kanë qafë, edhe ushlirum. Pak kilometra më tutje, në komunën e banuar me shumicë serbe të Shtërpcës, nuk dëshirojnë ta kujtojnë ditën kur hynë trupat e KFOR-it. Qytetarët serb prapa kamerës i thanë televizionit se nuk e din çfarë ditë është sot. Madje kur i treguam që është dita historike e çlirimit të Kosovës, ata mohuan që e din këtë fakt. Këtë e konfirmojnë edhe fëqinjtë e tyre shqiptar që jetojnë në fshatrat përreth. Ne e quajmë këta çlirimi i Kosovës, atë e quajnë okupim. Kosova e shpalli pavarësinë rreth 9 vite pas hyrjes së forcave të NATO-s.